Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se erdhët në kuzhinën time. Për sot do të përgatisim një byrek teje të shijshëm dhe të lehtë në përgatitje me suxhuk, sallam ose prosciutto të dëshirës tuaj. Jam e sigurt se këtë recetë gjithë familja ka për ta pëlqyer. Përgatitet shumë lehtë dhe del tepër i shijshëm. Si nga shija ashtu dhe nga pamja del super i mirë. Nuk del i fortë, është i butë si byrek, thjesht kur është i nxehtë është pak krokant nga jashtë. Le të vazhdojmë duke përgatitur mbushjen. Në një tigan shtojmë 3-4 lugë gjelle vaj ulliri, më pas do të shtojmë sallamin, prosciutton ose suxhukun të dëshirës tuaj. Unë kam shtuar 500 gram. Mund të shtoni çfarë të doni. Nëse nuk doni ta bëni shumë të rëndë me shumë sallam, mund të shtoni më shumë qep, speca dhe domate. Dhe suxhukun ose sallamin sa përshije. Siç e shikoni në video, kam shtuar 2 qep dhe 3 speca shumë ngjyshe. I kam prerë në feta të holla që mos të humbasin. Më pas kam shtuar 400 gram me domate të konservuar, ose mund të shtoni diku te 3-4 domate të freskëta. Kripën do e kujdesni, do shtoni pak nga pak, në varësi të kripës që ka sallami që do të përdorni. E lëm në zjarr mesatar diku te 8-10 minuta. Ndërkohë në një tas thyem 2 vezë. Me këta dy përbërës do bëjmë lidhjen e petëve. Nëse do i bëni petë shtëpie, nuk është e nevojshme, por ne do i përgatisim me peta të gatshme dhe kjo është mënyra se si mua më pëlqen ta gatuaj. 400 ml me qumësh ose 2 gota të ujit, gota të vogla ose 1 gotë e gjysmë gota të mëdha. Pak fare krip me kujdes sepse dhe petet kanë krip. Ndërkohë pas 10 minuta që kemi gati, duhet të jenë zbutur perimet, të jenë lidhur me domaten dhe të ketë shumë pak lëngje, që byreku të dalë nga brenda i mirë dhe jo i thatë. Ndërkohë do bëjmë përgatitjen e petëve. Do i nevojitet një pako me peta të gatshme, diku te 450 me 500 gram. Do vazhdojmë duke i prerë në këtë mënyrë si në video. Diku te trashësia e një gishti. Dhe tani do vazhdojmë duke i hapur si në video, duke i shpërndarë që mos të jenë të mbështjella. Dhe sapo t'i kemi gati, vazhdojmë më tej. Kam përdorur një tepsi 25 me 35 cm, poshtë e kam mblyer me pak vaj ulliri. Nëse tepsia juaj ngjit, poshtë do të vendosni letër përpjekje. Si fillim do të shtojmë diku te 1/3 e masës së qumshit me vezë, që më e shumta e qumshit të jetë përsipër. Do vazhdojmë duke shtuar gjysmat e petëve, do i hapim mirë. Me sy do e kujdesni dhe vetë që të ketë të njëjtën masë kudo, mos të ketë diku më shumë dhe diku më pak, nuk do i shtypni dhe as do i ngjeshni, do i lini ashtu me pak ajër brenda. Kam hedhur dhe pak në pransore që të lagen të lidhen. Erdhi radha e mbushjes. E hapim në këtë mënyrë në gjithë tepsinë, duke e kujdesur që të vejë mbushja kudo dhe në pransore. Del shumë e shijshme, por sigurisht më e rëndësishme është që t'ju pëlqej sallami që do të përdorni. E hapim mirë me një lugë dhe tani do shtojmë djathë. Unë kam përdorur 200 gram me djathë kaçkavall. Ju sigurisht mund të shtoni dhe më pak sa përshije, ose mund ta zvendçoni dhe me pak djathë të bardhë. Dihet se djathi kaçkavall i jep pak më tepër shije dhe ngjan goxha me shijen e picës. Vazhdojmë i hapim sipër petët. Siç ju thash, gjysmat i kam shtuar poshtë dhe gjysmat sipër. Nuk do i ngjeshni fort dhe as do i shtypni, do lini pak ajër midis tyre. Sipër do i lagi me masën e qumshit dhe vezëve që të lidhen. Nëse nuk i pëlqejnë petat e gatshme, sepse zakonisht nuk ju deli mirë byreku, atëherë kjo është mënyra perfekte për t'i provuar. Në këtë mënyrë petat nuk do t'ju dalin të thata dhe mbushjen mund ta bëni sipas dëshirës. I rregullojmë pak ansoret me një lugë që mos të duken keq dhe të jenë të futura nga brenda. Më pas sipër hedhim pak vaj ulliri. Siç e pat, nuk kam shtuar vaj midis petëve sepse mbushja ka goxha yndyrë. Sipër është opsionale, mund ta spërkasni me pak bukë të thekur galet ose dhe fara susami sipas dëshirës. Vazhdojmë me pjekim. Pjekim në furrë të parangrohur në 180 gradë për afërsisht 45 me 50 minuta. Pjekin do e kujdesni dhe vetë derisa të marrë ngjyrë të mirë lart dhe poshtë. Do e lini pak të ftohet dhe më pas do vazhdojmë ta servojmë. Dhe ja pra dashur miq, ku përfunduam dhe me recetën e sotshme. Një ide ku mund ta përgatisni kur juve të doni për çdo vakt, del fantastike dhe ka për t'ju kënaqur. Nëse ju ka pëlqyer recetë e sotshme, për të më mbështetur, mos harroni të jepni një like. Gjithashtu mund ta ndani me miqtë tuaj në rrjetet sociale. Për ata që do e provojnë, punë të mbarë dhe ju bëf të mirë. Gjithë të mirat, bashkë mirë të dëgjofshim në recetën e radhës.